TikTokin kur për jetë, sa ma nuk kam e la. Ma herët, kom fitu shumë. Shumën më të madhen që kom fitu 18.000 euro në ditë. 10.000 euro në ditë? Për 2 orë. Ban, gjithkush po kënan, po. Së t'jum shku në filan pesh, amull filan në restorantin me 5 ylla, nesër po shkej në Prishtinë, filan në restorantin me 5 ylla, po sët po dal me këtë femën, ja nesër po më thira e tjetra po dal me ato. Po a? Ja, deri tash me llogarit nuk e di 200.000 e kum shkel, unë e pejt që 4 vjet. Ma shumë se 200.000. Që janë shqiptarët, kosovarët, që ka që njerës të mirë, që ka që human, që japin pare për një vllot tonin, kitë natyrë me lana, me dal në shehër dikon me jetu me qira, a shini të arsyshme jo? Nuk e di. Une nuk e shë të arsyshme. Me thonë që je biznismen ose dishka, je biznismen apo dishka, thot njëre, ama me lanë kitë natyrë, kitë ven, me dal me jetu me qira, si shë të arsyshme. Po, qka tash, o djetë i për veti, tash, ketë në lëshofshin, për ma hollën tonë, tash, edhe ketë në lëshofshin, une nuk kam e lëshu, pëse unë jetë i për veti. Nuk jetë i për veti. A kene kushere familjarë këto në rrethinën tone? A ka banor fshati Sarajeva? Fshati Sarajeva s'kja është, dhe më thëmë ma holla jem këto, për ma hollë tani nësë po fuli janë, ka shumë banor, këto, shka thash, këto shpijat e kushereve janë, një pjesë e modhe janë dalë, një pjesë janë hala këto, mirë është. A ka rini Sarajeva? A ka rini Sarajeva? Rini ka, edhe pse janë tu paku, kur e krasej unë, kur në konë shkollë fillore, ka pas shumë tash unë tu paku, se shumë po thamë, janë tu dollë shumica jashtë, janë tu dollë shumica në shehër, jo dhe qatë shumë, apo kuptan. Po kështu që tash unë jam krenar me qitë vene, apo kuptan. Se ka dhe katune tjera që s'janë, unë për veti këto e patë edhe unë ku e kam shpinë, s'ku shehërëm dhe u këtë, se logares jam katon. Po të regan pak, një pjesë e rinis kosovare që dalin jashtë mërgje me punu, të regam qysh i shef ata, pse po dalin jashtë, a kanë në Kosovë vend për me punu, për me gjallu? Një pjesë e madhe e rinis, dhe me thonë, tash edhe unë, zdi, më tha dikush, kush më tha dikush, po, një agje posh, shtime një ditë të blej dishka, tha pse s'po del, tha jashtë, tash po agje, ka me dal jashtë, janë të pritë thos me pare, veç me marrë dhe më këthy, mi prunë Kosovë. Jo, nuk e shetë arseshme, e shetë arseshme nëse dikush dele ban nëj biznes, ose dishka me shku me punu, pedim, veç Zvicër ka për momentin, të vene tjera në ka, edhe pse unë kam giftera në TikTok që më gjujnë për Amerikës, për Gjermanisë, që janë me firma të fortë, të ashtë se s'pi përmeni se s'pan nështë të mje bo reklam, edhe nuk është e lejushme, po jo, nuk e shetë arseshme rinia me lanë venin me shku jashtë. Se dhe atje, nëse për shembull dikush këto ka punu në ndërtimtari, atje Gjermani ose Zvicrani nuk e merr në zyre. Është ashtu. Njëjtën punë ka me bëu atje. Kështu që se shetë arseshme. Tregom ti Samet me TikTok. Mirësh me TikTok. Po të kesh ftyra, po tregom sa fiton me TikTok. Shumë po kesh ftyra, dhe është për me kesh se që të pëtham publikisht, se tash s'dijet mas 10 vjetë, sikur që shukon Messengeri, sikur që shukon Facebooki, sikur Instagrami, sikur i5-i, në rrjetet sociale jam mati, dhe më thonë jam linë në rrjetet sociale, më i me thonë, dhe pse jam katonar, unë jam qytetru në vedi. Nashta në televizion nuk dal, jo nashta, po s'dal me ne intervjisi shtu sikur jo, po TikTokin kur për jetë, sa ma nuk kam e la. Që të pje kalzaj, po. Pse? Kalzam sa ki përfitive për e TikTokit? Pse vetë, qëre tash ti vetë, unë e vetit kur ja baj, kum pa hajet, e kum njoftu njerës të mirë, që kur më herët që kum taku në TikTok. Njerës, kur s'ku në TikTok në ditë sudit, shka tash nuk ban edhe s'lejot me ja përmena emnat, që janë shqiptarët, kosovarët, që ka që njerës të mirë, që ka që human, që japin pare për një vllot të unin, që japin gesheng dikuj, dhurat dikuj për pikë qefit, veç që ka qef, kur nuk kisha besu që shqiptarët janë që ka qba mirë sa. E kështu që jo, TikTokin sa mas kom e lanë kur për jetë, ndërsa të vdes edhe thmit, këtë i baj kam i mësu TikTok, e vedi. Po, a? Nuk kam on diku pe njerëzve shka tojnë halki, se fjallë të halkive dhe bjera të gardit nuk nalën, po nuk e lanë se... A nuk menon që është edhe pak i domë shumë TikToki për fmit? Po, kush është qëre, TikToki është shumë se një mirë, në shka po thamë, me fitu pare, me njëftu njerës të mirë, me majtë familje për TikTokit, i dam shumë të sukur ta që shpërshohen, po rejhen, po bëjnë sene të marzeshme. Qaja është i dam shumë, atë kupten.
Tregom sa fiton për një mujtë në TikTok. Qëre ju, më falë, tash ti me thonë drejtën, ma herët, kum fitu shumë, me thonë drejtë. Edhe tash që e bajnë të madhe, dhe ja po fitej shumë nuk është, se të me thonë dollari, me këthy në euro është ma nërësh, tjetra i nalë pak mon ka të këto, ma herët kum fitu shumë, me thonë drejtën. Po s'moj me caktuar, dise në pom... Për afërsisht një shifër. Po m'bin hajnat nej ka, vede tani... Do me thonë që ku ka një shifër me pas fitu qatë shumë, une, kësha këtë Ducati, isha shëngjirë Ducati, apo diçka. Shumën më të madhen, shumën më të madhen që ku fitu 18.000 euro në ditë. 10.000 euro në ditë? Për 2 orë, po. Ma herët është fjolla për 2021-2022. Ata shjo. Ta shjo se s'ka. E ta është sa për afërsisht? Po ta është $50, $100, mas shumë të $50, se u mu shumë, edhe ta është TikTok-i pak i kofojit që i le me 1.000 followersa, do ta është saura pi po 1.000 followersa, po hinë, do të pak të me 10.000 followersa. Me ban, po kupton. Samet, kjo fjalla jote ke një diçka gësheng, tjetra ke nuk e di që shke gjermanisht. Po, gjermanisht, po. Qka po din ti gjermanisht që po mi përmen këto fjallë? Ore, di se tash ti me thot drejtën edhe si thove të televizionit, fama më ka sjell dam, se Llaznia me për shembull e din, janë shumë të zëtë edhe din gjermanisht me kanë mësu, se ata nuk ju intereson më marrë me muzikë, as nuk ju intereson më marrë me televizor, as me aktrem, as me kuzha. Aty ne ju ka interesu me mësu gjuhën gjermane, që të sjell diçka në tarmën, apo kupton. Mon është me hi, kur e dish gjuhën mirë, gjermanishtën për shembull, mon me hi call center, mon përkthys, mon në ambasadë, mon komunë, mon është kudush, apo kupton. E kështu që aktrimi nuk të sjell sen, se e dim na unë vetë që më provu me këtë se ne di sa fiton për aktrimit, sa pak fiton. Kështu që gjuha të sjell tarme, aktrimi nuk të sjell. Kryti 4 vjet shkollë në aktrim nuk të sjell. Kështu që unë më herët e kam ditë shumë, gjuhën po më ka sjell pak dam se çto emisionet, çka im kanë këgjo e kam harru. Po tash ja kam nis me regenerua pet. Se kam po që çka thash, unë më mirë më largu pe këtu në sanëm me mësu gjuhën për shembull, me ditë që të sjell diçka tarme. Apo kupton. Me muzikë për shembull, nëse veç merret në njëri, a fiton? Me muzikë nuk e di, u kon një intervistë ai bardhi që ka dalë që tash. Ti e keni po që u kon të priveja, ju më kon në dhonë privej, besa dhe ai u kon, e ka thonë më gatë që menojnë që na këngëtarë të jem VIP, kem pare, po kam pas punë të keqe, kështu e gjoni edhe në YouTube, ku ka thonë. Kështu që dikush ka, për shumë këta menoj me da, afrim mu që këta talavat që janë po. Kanë pare. A ishe boti na i herë këngëtar? Kishe fitu... Me televizor, qëre, jo. Nashta në ideali jemi, ose në qike jemi, kam që më bëhë në jo. Pse? Pse se shëtërsëshme. Nuk më pëlqeja, për kuptar. Nuk pëlqen? Pa. Jemja për mu është mu bot gjini, me ditë gjutë huja, me ditë sene vende, kur, unë për thamë, muzikë, kum qitë kongë, misi po kënë ban, gjithkush po kënë, po, kum qitë edhe unë, po jësë qesë më se ban njeri një kongë dytë, ban qefje, të ashtë i dhe me thamë, të shkrujnë komente, 10 komente, 20 komente, ta lujnë kejtë, që atë të një mirë, të dhe me thamë, aha, po më shkrujnë e kështë, të këshëri interesa tua. Tja, ke bona herë kësi pjesë me muzikë, diçka? Qysh pjesë? A ke knu në herë nëjë pjesë që ke qitë në TikTok, ose nëjë konga ke po, knu në herë? është konga qokolada, është edhe lemza, si të mëse kam bon shumë VIP ato, faleminderit për tyne, po mos jam të marrë me muzikë. Edhe me televizionin në intervistë qështu sikur jo, po, a kështu si javlen, me TikTok son mos kam e lanë TikTokin kur, qaja, se javlen me TikTok, dorën zemër qërë ja ka njësë shumë artista, këngëtar, aktor këse me në TikTok, se për shujnë që vitimi më ma, se për aktrimit s'ko kur gjonë, shka thash, e vede. Kështu që kja është, ta shtej pej fshatit me hinë TikTok. Mon pas tonë, nashta isha vra me dikan, që të qenë në katunin tem, ko jam fshat, mon pas tonë në i këshi jeme, në i kush, shamëll, që ka marrë kuha që ki me fitu me ftyrë, si kisha besu kur, isha prej. A që vjen dita me fitu me ftyrë pare, e pshe, si djetarmës. Tregom, Samed, mrena vitit, për shembull, ti e marrë shumë kohë gjatë me TikTok. Mrena vitit sa është një shumë totale që e ke fitu? Vallaj, se kum llogarit kur, po me thonë që është $80.000 kanë do që e kum fitu me një live, 1 orë deri 2 orë, po nuk e kum llogarit asnjëherë mrena vitit, apo kupton. Veç parët, keq e kum fitu, i kum qute familja, po edhe vetë e kum zhivat. E kum zhivat, se shumë më thënë një,
qatë që shko fitu, qatë shumë nuk e ba dhe qatë shumë kum ba, po edhe jo edhe qatë pse e kum zhivat, me thonë drejtën, se i ri njëherë vona, s'bona gjithë, së t'jim shku në filan pesh, amull filan në restorantin me 5 ylla, nesër po shkej në Prishtinë, filan në restorantin me 5 ylla, sot po ho kësi darke, nesër kësi darke, sot po dal me sot po dal me këtë femën, ja nesër po më thira aja tjetra, po dal me ato. Po, a? Kështu që qështo, po. Tregom, për shembull mrena vitit pezojna nuk e din një shumë caktume. Jo, nuk e kum... Shumë në marra mense që e kem levë në total edhe ke thonë për Mrena mujit. Mrena mujit jo, për ma shumë. Edhe me thonë që ka që kum bo deri tash. Ja, deri tash me llogarit nuk e di 200.000 e kum shkel, në pejt që 4 vjet. Ma shumë se 200.000. Po, ku me dit, nuk e di edhe sa, nuk e di. A me ndonë që kime jurë këthy prap TikTokit me qka? Me videot tua, me live-at tu që kime... El video, bile që e cikët e video, nuk kam vullnet me hin me bo video, se s'paguhet këto, apo kupta. Se nëse i shkon diçka që paguhet, kam ideja shumë që shkojnë me miliona klikime. S'kishe pritu me i bo? Që e bona jo, s'kisha pritu. Po çka s'ka të baj me pare, unë veç firshënall 3 vjet që më shku pa pare, nuk e çudit në edhe vetë që shku më shku, apo kuptan, se kur një jetë nuk një më shku, as nuk shoj dikun ku s'marr para, apo kuptan. Po, a? Tash bile po, që kja është, pe kallëzaj tash ti. U kon një video, e keni veç 5 sekunda. E keni një video që kam të qështë të qeus se u qonin shqiptar për lëjsh për blyse me GoPro skate të bo, për pare. Shumin sa u qonin të bo, one e bona një video për 7 sekunda o shështu, e gjujta GoPro-sin e mora ujnë me pi. Edhe kanë shkru me mija komente atë, qëre që shë gjujti, qëre kësit, deri sa jem detyru mi shikejt. Aje ka shku 700.000 klikime qaja, dhe më thonë, veç 5 sekunda. Para më në shka jem gjendë, jem far video me bo që i dhejz me miliona. Po nuk paguën s'kit qka, më në shëta. Dhe më thonë që kja. Sa me ta kishe hina herë në Big Brother, me pas këtis? A di qysh, desene shkujnë me marak qëre, ma herët, im ka marak për tashio, se besej. Se e kum kuptu që s'ka kur gjon Big Brother. Se unë ta shpet që t'ushit qysh për që një qitë ven, me shkun Big Brother, shka të mërmenja, ma opin qmimin e ma mua. Se di, na është ta. Nuk e besej, pse këto janë dallavere, qysh, me thonë me neon janë dallavere, pse a qitën stresin për këtu, e gjestin, a qitën për këtu ushit po, a e fitej atje, që, apo kuptan. Se qmimi është i detën, qka po thamë, me shku one, me him shil, me hangër, me pi qysh po, në tanat mirët i kam shpe. Për dhe parfima mi morë, nuk ishte tërsishme për parfim. Po veç parfima jo jopin. Parfima, dhe krema, dhe kësi që të susën për njëherë. Në intervista që në intervist po dalë të jo, po dalë edhe pa shku Big Brother eq. Ju më donë me shumë intervista tjera pa shku Big Brother. Jo, s'kisha një. E qa menon për fitore dhe gjistit, a e ka meritu? A e ka bo lojën e mirë? Nuk kom ka pëlqy loja gjistit, në po thamë apet, se kom thonë edhe me një emision, edhe po thamë, dësene, qysh, i kum kallzuojnë, aji më ka kopju mu. Aji s'ka kopju ty? Po. Në karton që i kum ru lëpë më herët, aji e ka përmen ato. Hini këshën një YouTube, se njerëzit të një qysh po thu kështu. O njerëz, o shqiptar dashën, hini këshën me fakt janë këtu. Hini këshën një epizoda kërën konon në cima më herët që i kum thonë, aji që i ka thonë masa nej. Qysh i kum ru lëpët, aji qysh të e ka thonë. Cilat vetit femnës më pëlqenë mu, aji e ka thonë. Veklat e flek mi ru, aji ka bo kitë sen. Me bon trika e këse sene, dhe të shumë ta i kum ba dhanë. E ka meritu me një anë, po tash me thonë razonës nuk e besej që ja kish marrë. Dhe tjetra nuk më pëlqej loja e gjestit, se si thëjnë të maqmit ku t'hang sharrej që ashtu, sikur që shindodhe i flakaresh, ku t'hang sharrej që ashtu, s'dvynë fitoria as parët, publikisht. A është ashtu? Okej, është mendimi. Po, së cile ka të vetën tash. Se cile ka të vetën, i urej sukses gjestit, inshallah din atë pare mi hergjit mirë, edhe tjetra shkon se unë që ditë me shqiptar që janë diaspor, e po që tash i shkon në Gjermani, Augsburg, i shkon playback të kënu ish mu shket sola të e përkrap, se me përkrap ato kur playback nën. Kurse një shok jemi i komunës shtimës, që ta shti, bile i shkrujta sët, i shkrujta më vje mirë që i që shto, u kon e ka këshirë finale në Nation League-ës, që u kon më njëhen. Cristiano Ronaldo që lujti Sponja me Portugalin. E shkujta më vje mirë që i shtoj njëk që të futbollit që janë më të rëndësishme se mi njëk gjestat e këto koncertat palidhe që këtojnë playback. Se shë të rëndësishme. Po kjo pi vjen paka shumë në ashta, mës ka orë pak rëndë që të ka vje dhe i ty? Pa i
Jo, unë kush më kopjan mu, kush më bëmej me mu, kush më kopjan mu, më vje mirë, zemra malë më bëhet, pa unë vje pa kranë që s'vlerësuna, po kuptan. Se që po thamë, në misionin që më konë që aty, mu pas pagu që i mon, i shkon tepër ma mirë, mu pas pagu që i mon. Po, tash, që me bo, qështë bënd, pja bojnë. Tregom sa me për çka i ke rënë herë pishman jetë? Për çka i kam rënë pishman në jetën tam? Edhe është qesharake, edhe është pyetje shumë serioze është kjo. Pishmani më i madh në jetën tam që i kam rënë kur s'kam ja fol vetit, dhe inshallah Zoti ma fol këtë sen, këtë gabim këtë sen, edhe që e kisha fshin për jetës tam kështu komplet, sikur që s'ka ekzistu kur heq, është 3 vjetë që më kom Firçinell. It's my love dhe it's my home. Pse i ke ra pishman? Shumë i kom ra pishman, shumë. Tash s'pëdu me kallëzu detaje shka që shtek, veç me mujt me hek për jetës tem, këtë sen me fshin, me këthy kohën edhe njëherë, me fshin, s'kisha desh se ma shumë. Edhe pse shumë shoqni të me, që më lindë e më rrit me ta, që ma dojnë të mirën, kanë thonë që mos shka, mos vazhdo që aty, mos shka po nëse më ngu kanë. Ka njëherë ish mirë me ngu shoqnin e njerës, kështu të desha mirë. Kështu që 3 vjetë it's my love edhe it's my home që më konë, 2021-2024, është gabimi maj madhe në jetën tem që e këmë bo. Pse, qka të kanë bo pa drejt, ose qka të kanë bo diçka që të s'ke dosh me bo? Nuk, ata që te në televizion e ka shumë pa drejtësi, po është një sen që kur. Si kësha po, se mas pari, se di, nuk ja vlenë, s'kam që fasë, veç që e di që i pishman. Kër e di që i dikosh, ka marrë pare shumë që aty, ka bo që ka bo, e dikosh heq, ka me i të kërkon, është keq. Kum njëftu edhe njerës të këshiq aty, edhe kum njëftu gjithë sen, edhe kështu që gabimi maj madhe në jetën tem, është aty. E bede, kështu që e kësha fshi për jetës tem këto. Edhe kur inshallah Zotis ma bjem me bo një qësi gabimi, su kë. Se unë jam burra i rri fjallës për mas edhe kini me po këtë sen. E bede. Kanë me po publika këtë sen, jo me thallë se kur dikosh del në TikTok e i shone kështu edhe e shem një herë. Mas një muj, 2 ishe apet, po jo. Unë se përsëres këtë gabim. Kështu që inshallah Zoti ma falë. Qa me danë për VIP-t, për shembull që kanë bo po ore shumë? Qka, a me ndonë që edhe ti e si ata, ose... Se shumica po menojnë që ta që gumë, po jo, është tatue, vedi, se unë kur të baj dishka të baj dveçanta, po kupten. Për VIP, tash, kush ka talent hallalikuft edhe të talenti vjen edhe parje, sikur për shembull për kanë ki fjalën spedisës, po kuptoj se tash VIP edhe për këngëtarë të ndryshëm që kanë bu famë shumë të madhe, kemi shumë prej tyre prej estradës tonë. Sikur tash te edhe në TikTok po njëri te djes, i ka ru lap te kështu po në TikTok po thot VIP jam, apo këtë po dhëz me budallakina thot VIP. Po. Po për shembull kemi fjalën për estradën shqiptare, tamam ata që janë këngëtarë dhe kanë famën e tyre më të madhe. Tregom. Ka menim të mirë, unë çka thash, tash u bë çdo kush këngëtar, po ata që kanë talent, për shembull Noizi, Stresi, kanë talent hallalikuft, edhe kanë bë parën, e kanë bë publikun, kështu që javap dorën për këtë sen. A i suporton ti? Po i suportoj. Stresin sidomos shumë. Se Stresi më ka pas respektu, më ka pas zhu edhe gifta, TikTok edhe, po, Stresin e... A kini komunikim e top? Jo s'kam, edhe pse follow ai më ka mua edhe unë ato, Franci, më ka gjuhë, se tash qërët të TikTok e marrin shumë për të keq, e këshyrin Samedi, për shembull ka bo këtë denim keq, e ka bo këtë denim keq. A mu kanë respektu, për shembull, njerëz të maj, Getenjo, Stresi, Alex Visha, më kanë gjuhë gifta, më kanë respektu, pse nuk e përmenin shqiptar qëta, shembull. Po i përmenin veç më të këqijet, po shka me bo nejim shqiptar, kështu që ai që ka talent, hallalikuft, kanë talent, javap dorën, veç suksese. Ai që s'ka talent, ban me autotune, me kësi, që shëpot edhe blerën, sidomos, se kur ju më koni vogële, e ka njës me kënu, i dëllën delat edhe apet s'nollit. Ashtu si kisha për kraha, vidi. Sa me të faleminderit shumë. Faleminderit shumë për kohën. Dankeschön für die Einladung und Dankeschön für die Kooperation. Wir sehen uns nächstes Mal, inshallah. Që ta të funi po mdoke që më tha inshallah shife apet për të mira. A? Nuk e di sigur, veç na përshëndetje me të mirë po mdoket, apo? Po, me apo? të mirë, po.